E pra të dashur miq, ja ku po takohemi pas të gjitha hamencimeve, pas të gjitha aludimeve për një marrëdhënie të krisur, për një çift i cili po ndërtonte emocionet e dashurisë së fshehura zi publikut, për fotografitë të cilat u kapën në për evenimente të ndryshme, Heidi Baci siç duket më tash ka rënë në qetësi në momentin që hapi zemrën. Ajo ka nisur një rrugtim të ri. Heidi t'i është besuar rrugtimi i bukur në emisionin Wake Up, emisionin e mëngjesit në televizionin Top Channel, ku na falën dashuri, na falën pozitivitet, na falën emocione të bukura dhe ne në fakt e shijojmë mëngjesin pak më ndryshe. Heidi Baci, siç duket, ka nisur tashmë rrugën e saj të re. Fytyra po i shkëlqen, po i shëndrit, marrëdhënia e saj me Romeon ka përfunduar. Nga informacione që unë kam arritur të siguroj si gazetari i showbizit, kam arritur të kuptoj që Heidi dhe Romeo kanë patur një kohë mundësi, le ta themi, reflektimi për marrëdhënien e tyre, por siç duket egoja e të dyve, gjë të cilën e tregonin dhe në Big Brother ishte shumë e lartë dhe kjo ego nuk i ka lënë në asnjë mënyrë që të vendosin për rrugtimin e bukur të dashurisë së tyre. Edhe pse publiku shqiptar dëshironte t'i shikon bashk, ishin një çift që na ka dhuruar vërtet emocione, që na ka dhuruar vërtet momente shumë të bukura dhe ne në fakt jemi lidhur me to shpirtërisht. Heidi ka filluar rrugtimin e saj në Top Channel, siç duket televizioni Top Channel, presidentja Lori po i qëndrojnë besnik rrugtimit të Heidit, dëshirës së Heidit madhe për të qenë pjesë e ekranit. Në fakt këtu jemi pak në pikpyetje se sa ka qenë dëshira e madhe e Heidit, por Heidi Baci po respekton miqësinë, po respekton atë respektin që kanë ndërtuar mes Lorit, Sarës edhe Ledionit dhe kështu që domethënë po nisën ky rrugtim i bukur i suksesit të saj. Heidi i aliroi vendin Eglit në fan club si moderatore. Egli do të moderoj këtë vit fan clubin në Big Brother, domethënë do të jetë një moderatore që ta shohim çdo të diel me spektaklin e papar të Big Brotherit, por Heidi Baci, siç duket, tani më ka gjetur qetësinë edhe është më rahat. Shpesh herë në Instagramin e saj ajo poston fotografi me trëndafila, me lule të ndryshme, që menjëherë publiku fillon edhe hamencon se nga ku vijnë këto trëndafila, nga ku është burimi i këtyre trëndafilave, por në fund të ditës ne arrim të kuptojmë që këto trëndafila, këto dhurata të bukura vijnë nga fansat e saj. Heidi foli për një lidhje dashurie, do me thënë tregoi diçka të vogël nga jeta e saj, por nuk dha detaje se për kë bëhet fjalë. Ndoshta mund të jetë edhe ndonjë hamencim i saj, ndoshta mund të jetë ndonjë ndryshim kanalizimi të gjërave, në kuptimin që Heidi nuk dëshiron që t'i merret vesh ndoshta në një intimitet që mund të ketë me Romeon, po nga informacione që kam unë thuhet që çifti nuk është bashkë, por në showbizin shqiptar mund të ndodhë çdo gjë, nuk dihet se çfarë bëhet. Por për mendimin tim do t'ishte bukur në qoftë se do t'ishin çift dhe do t'na dhuronin emocione, sepse vërtet ja vlen që të shikojmë diçka të bukur nga ky çift. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe.